Të nderuar shikues, përshëndetje, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama prezanton kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës, kërkon dhe votën e demokratëve për të anëtarësuar Shqipërinë në BE. Berisha thot se premtimi i Ramës për hyrje në Bashkimin Evropian është mashtrim, ashtu si projekti për naftën e Shpiragut, Europa nuk pranon një narkoshtet. Mereti Pandeuri, shefi IT në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i akuzohet nga prokuroria se mori të dhënat në sistemin TIMS duke shkelur ligjin. Një vit më parë të huajt shpenzuan 380 milion euro për të blerë prona në Shqipëri, interes shumë i lartë për vila dhe apartamente në zonat bregdetare. Edi Rama prezantoi në Shkodër kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun më të madh të veriut, ai bëri thirrje për të marrë edhe votat e djathta si rruga e vetme që sjell antarësim të shpejtë në Bashkimin Evropian. Rama ironizoi edhe forcat e reja që sipas tij nuk janë serioze në garën politika. Do të jem pjesë e asaj stafete. Shkodra ishte ndalesa e radhës për prezantimin e kandidatëve socialist për deputet nga kryeministri Edi Rama. Gjatë takimit kryes socialist u tregoi drejt për drejt me kërkesën që kishte për shkodranët. Shumë thjesht, na duhet mbështetja e popullit të Shkodrës, na duhet mbështetja e socialistëve dhe demokratëve të Shkodrës, që janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domethënë si mund të insistohet në të njëjtin budallëk, është habi shumë i madh. Për ca personazhe që të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Rama nuk i vlerësoi Partitë e Reja, sipas tij e vetmja forcë që mund të konsiderohet e tillë është Partia Socialiste. Se merri dhe për qesh kur të pash që këto të rejat kishin janë 17 personazhe që i prekte dekriminalizimi. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi, nuk kam pas dieni, por kanë dalë rrugëve kanë kërku njerëz. Merr babën, merr xhajën, merr vllajën, merr atë, pastaj këdo kapi dhe një tjetër me mush listën. Diskutimin se ka një luhatje në rënje të mandateve që PS mund të fitojnë në 11 maj, kryeqeverisë tha se duhet të rrëzuar për të dërguar sinjal Brukselit. I thot Brukseli dhe i thot të 27 vendeve, ne populli shqiptar duam urgjent të hyjmë Bashkimin Evropian dhe prandaj e mbështesim këtë forcë politike, pavarësisht se nuk jemi të gjithë me këtë forcë politike. Premtimin për antarësimin në Bashkimin Evropian brenda 2030-s, Ali Berisha e konsideron mashtrim, një lloj si projekti për naftën e Shpiragut. Lideri i opozitës thotë se vendi i ynë nuk plotëson kriteret e integrimit në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij Edi Rama e ka kthyer Shqipërinë në narkoshtet. Kryetari i Partisë Demokratike Ali Berisha krahasoi sot premtimin e rivalit politik Edi Rama për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve me premtimin e tij për naftën në Shpirag e krijimin e fondit sovran që do ndryshonte të ardhmen e vendit. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se Shqipëria pas 12 viteve qeverisje nga socialistët nuk i plotëson kriteret për të qenë pjesë e BE-s. Integrimi i tij evropian është piramidë madhore mashtrimi. Miliardat e tij janë të njëjta me ato të naftë Shpiragut. E mani mend që u thash shqiptarëve tani tha do vërshojnë miliarda. Del me pasaport ky. Çfarë ofron shqiptarëve? U ofron integrimin evropian me emigracion, largimin nga Shqipëria dhe integrimin në Europë të tyre. Berisha akuzoi kryeministin Edi Rama se në mungesë të bilancit qeverisës po ndërton një fushat pa program. Një njeri që ka qeverisur 12 vite, duhet të ishte normalisht 12 herë i gatshëm për dalë para qytetarëve dhe bën lojë kloni. Ka gjetë një Lali Luglin aty dhe e zëvendësoi Lali Erin dhe kjo është paraqitja e tij, është dizastër. Sipas Berishës, pensionet e pagat në Shqipëri nuk janë rritur si pasojë e korrupsionit, duke premtuar se pensionet do të rriten në 3 muajt e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike. Është një shpirt keq, diktator,
që nuk respekton asnjë parim, asnjë normë dhe që ulet me shishe sa 210 pensione dhe pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe i pa shpirt. Pensionet do t'i rrisim siç kemi parashikuar. Pensioni nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. Sali Berisha dhe Partia Demokratike kanë hartuar një program emergjence duke premtuar se në 100 ditët e para të qeverisjes do të vendosin minimumin jetik dhe asnjë qytetar në vendin tonë nuk do të marrë më pak se 200 euro në muaj. Prokuroria e Tiranës mori të pandehur ish shefin e IT të policisë së shtetit Ervin Muça. Ai akuzohet se mori të dhënat në sistemin TIMS në shkelje të ligjit. Ish shefi i IT-së së policisë së shtetit Ervin Muça merret i pandehur për ndërhyrje në sistemin TIMS. Ka qenë prokuroria e kryeqytetit që regjistroi procedimin penal në shtator të 2 viteve më parë, ndërsa Muça u hetua me mas arresti në shtëpi. Organi akuzës thotë se ka provuar me fakte që Ervin Muça ka kopjuar të dhëna brenda sistemit TIMS. Vërtetohet qartësisht lidhja midis pajisjes hard disk të sekuestruar me kompjuterin e identifikuar të lidhur me serverat, lidhje e realizuar për të mundësuar kryerjen e një procesi backup manual duke eksportuar të dhëna në hard disk. Proces i cili nuk ka pse të kryet, pasi vetë sistemi automatikisht bën 2 backupe, por më tepër në pajisjen hard disk të sekuestruar evidentohen gjurmë të procesit të backupit. Sa më sipër, hyrja e pa autorizuar kompjuterike është realizuar. Pas hapjes së portave USB, procesi i backup ka filluar, vijuar, por nuk është përfunduar plotësisht. Më 2 gusht 2023, në bazën e të dhënave të policisë së shtetit, e cila ndodhet në godinën e drejtorisë së teknologjisë dhe informacionit, ka pasur hyrje dhe eksportim të dhënave të pa autorizuara nga drejtori i këtij institucioni Ervin Muça. Deklarohemi pafajshëm. Veprimet janë kryer në orët e vona të natës, ku persona të pa autorizuar janë futur në godinë me pinin personal të një punonjësi tjetër jo prezent, duke ngritur dyshime të arsyeshme për veprime jo korrekte dhe në kundërshtim me ligjin. Për këto arsye, paralelisht është regjistruar një tjetër procedim penal për shpërdorim detyre për të hetuar dhe rolin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë vepër penale. Ndërkohë, deri më tani prokuroria nuk jep asnjë të dhënë mbi motivet që e shtyn Ervin Muçën të merrte të dhënat dhe kujt i shërbyen ato. Prokuroria e posaçme i ka kërkuar më shumë kohë gjykatës antikorrupsion për të hetuar dosjen Buka për të cilën akuzohet Arben Ahmetaj. Në dhjetor të vitit të shkuar, gjyqtari Erion Çela i ngarkoi prokurorit të posaçëm Elvin Gokaj 10 detyra të tjera hetimore për këtë dosje, duke i lënë afat deri në muajin mars, por për shkak të vonesës në zbardhjen e vendimit, prokurori thotë se i duhet një më shumë kohë. Arben Ahmetaj akuzohet për 3 vepra penale: pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe korrupsion pasiv. Sipas organit të akuzës, kur shërbente si ministër financash, Arben Ahmetaj lejoi privatizimin e trojeve të një fure buke ku tashmë është ndërtuar një kompleks pallatesh. Vetë ish zëvendës kryeministri nga Ratia e ka mohuar përfshirjen, duke thënë se procesi i privatizimit përpara se ai të merrte detyrën. Ndërkohë, Ahmetaj po hetohet edhe për incineratorin e Elbasanit, për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Ai ndodhet në Zvicër, ku ka kërkuar azil politik. Nisma për të ashtu quajturën paketa e maleve për kryeministrin Edi Rama i hap rrugën zhvillimit të mëtejshëm të agroturizmit, ku çdo që ka tokën mund të përfitojë nga fondi i garancisë prej 250 milion euro për të ngritur biznesin në pronën e trashëguar nga të parët. Lindë më pas në aspektin e... Në një takim me sipërmarrësit në Shkodër, kryeministri Edi Rama prezantoi paketën e maleve, të cilën e quajti një mundësi reale për të kthyer te prona e të parëve, fal edhe mbështetjes së qeverisë. Kemi vënë dispozicion dhe një linjë të re komplet financimi nga Banka e Shqipërisë, është 250 milion euro në bankat e nivelit 2, me një garanci 70% të kolateralit nga shteti, që kush dëshiron mund ta përdor pikërisht për këtë paketë. Ligji i ri sapo miratori hap rrugë investimeve në agroturizëm, por kush e gëzon këtë të drejtë dhe çfarë procedure ndiqet? Çdo qoftë që e ka pronën, mund të marri nga Këshilli Bashkiak një vërtetim, është e mjaftueshme për të disponuar një leje zhvillimore
dhe mbi bazën pastaj e asaj leje zhvillimore për të lidhur një marrëveshje me Ministrinë e Ekonomisë, duke paguar vetëm €1 dhe faktikisht për ta regjistruar pronën në momentin kur përfundon investimi. Rama beson se me hyrjen në BE Agroturizmi do të ketë një hovë të ri, ndërsa Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goxha riktheu në vëmendje problematikat që kishte me kadastrën. I gjetëm pa sisteme, me militant, pa kontroll, me pasoja sociale dhe ligjore të jashtëzakonshme. Qeveria ka njoftuar se rreth 500 përfituesit e parë në 10 vjet nuk do të pagojnë asnjë taks. Vitin e kaluar të huaj shpenzuan 380 milion euro për blerjen e pronave në Shqipëri. Interesi sa vjen e rritet duke ndikuar edhe te çmimi i vilave dhe apartamenteve, sidomos në zonat bregdetare. Blerja e pronave në Shqipëri mbetet alternativa më e leverdishme për investim nga të huajt. Shifrat konfirmojnë se edhe për vitin që lan pas, blerja pasurive të patundshme ka udhëhequr investimet e huaja në vendin tonë. Sipas statistikave, në 2024 investimi në tregun e shitblerjes së pasurive arriti në 380 milion euro nga 325, që ishte kjo shifër në vitin 2023, me një rritje 17%. Në 3 vitet e fundit të huajt janë fokusuar në blerjen e apartamenteve apo vilave, më së shumti në Bregdet. Kjo ka bërë që çmimi i pronave të rritet ndjeshëm në këto zona. Blerja e pronave më së shumti është një alternativë për t'i lënë ato me qira për sezonin turistik, ku Shqipëria po mirëpret gati 10 milion turistë në vit. Nëse do të referohemi të dhënave në vitin që lan pas, u regjistrua në Agjencinë e Kadastrës 31.200 kontrata shitblerje pronash. Shifra është 12.5% më pak se viti 2023. Por në të vërtet, shumë prej blerjeve mbyllen fillimisht me kontrata porosie, të cilat në një fazë të dytë konkretizohen me kontrata shitjeje. Në total, stoku investimeve të huaja në tregun e pasurive të patundshme arriti në 2 miliard euro. Në këto shifra, ndikim ka edhe kursi këmbimit apo dhe rritja e çmimeve në tërësi në sektorin e ndërtimit. Ish-kryeministri i Italisë ka propozuar që qendrat e pritjes për emigrantët në Gjadër të kthehen në burg për të dënuarit shqiptar në vendin fshim. Teksa ka vizituar ambientet e kampit në Lezhë, Matteo Renzi ka deklaruar se nisma e Giorgia Meloni i ka kushtuar shumë taksa paguesve italianë. Ish-kryeministri italian Matteo Renzi ka mbërritur mesditën e kësaj të mërkurë në kampin e Gjadrit në Lezhë, ku ndodhen qendrat e pritjes të emigrantëve. Renzi shprehur se kampi duhet të kthehet në burg për shqiptarët, të cilët vuajnë dënimin në Itali në mënyrë që ata të jenë më afër me familjarët e tyre. Me anë të një marrëveshjeje me shtetin shqiptar, qendrat e Gjadrit dhe Shëngjinit të kthehen në burg për shqiptarët, të cilët vuajnë dënimin në Itali. Jemi këtu për të dhënë një mesazh të qartë. Këtë ide kemi artikuluar dhe në parlamentin italian. Unë shikoj çështje të buxhetit. Këtu shteti italian humbi gati 1 miliard euro nga buxheti italianëve. Unë mendoj se këto para mund të ishin shpenzuar për pensionet dhe për pagat. Vizita e ish-kryeministrit vjen pas vendimit të gjykatës italiane, e cila i dha të drejtë qeverisë për marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët. Për zbatimin e kësaj marrëveshje është angazhuar vetë kryeministri i Italisë, Giorgia Meloni, e cila është shprehur e vendosur që emigrantët të qëndrojnë në Gjadër. Një aksident automobilistik ka ndodhur mbrëmjen e së martës në lagjën numër 5 në Durrës. Një shofere 22 vjeçare ka humbur kontrollin e makinës duke dalë nga rruga për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara. Si pasojë, automjeti është përplasur me një pemë, po ashtu edhe me një makinë të parkuar si dhe me një biznes në afërsi, duke përfunduar në hyrjen e një pallati. 22 vjeçaria është dërguar menjëherë në spitalin e Durrësit, ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.